Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi perandoresha 8 shkopinj, mbretëresha e monedhave 7 shkopinj. Kjo javë ju vendos në një energji shumë të fortë vetëdijeje personale. Perandoresha tregon se po rilidheni me veten, me intuitën dhe me nevojën për qetësi emocionale. Mund të ndiheni më të fokusuar ose më të fokusuara tek mirëqenia, tek pamja, tek bollëku, tek stabiliteti ose tek ndërtimi i një jete më harmonike. Perandoresha gjithashtu ka energji fertiliteti. Duket sikur ka një energji ku po kuptoni më qartë vlerën tuaj. Me kartën 8 shkopinj, gjërat fillojnë të lëvizin më shpejt. Mund të merrni lajme ose mund të dërgoni lajme. Pra bëhet fjalë për mesazhe ose zhvillime që ju nxjerrin nga një periudhë stagnimi. Për disa nënkuptohet udhëtime. Mendërisht dhe emocionalisht duket sikur po hyni në një ritëm më aktiv. Mbretëresha e monedhave tregon nevojë për siguri dhe stabilitet. Ju mund të përpiqeni të ruani kontrollin emocional dhe praktik mbi jetën tuaj, por 7 shkopinj tregon se ende mbani një mur mbrojtës rreth vetes. Mund të ndiheni sikur duhet të ruani energjinë tuaj nga njerëz ose situata që ju kanë lodhur apo ju kanë lënduar më parë. Pra duket se po hyni në një fazë ku po mësoni të mbroni paqen dhe vlerën tuaj personale, pa lejuar më askënd t'ju destabilizojë emocionalisht. Kartat këshillojnë të mos e ktheni vetëmbrojtjen në izolim emocional. Jo çdo person që afrohet vjen për t'ju lënduar. Kalojmë tek familja. Në familje kemi faqa e shkopinjve, rrota e fatit, njeriu i varur, 6 kupat. Në familje duket sikur po ndryshon një cikël emocional. Faqa e shkopinjve sjell lëvizje, lajme ose një energji më impulsive në ambientin familjar. Për disa mund të bëhet fjalë për një fëmijë ose adoleshent. Pra, dikush mund të sjellë ndryshim në atmosferë ose të hap një temë që ndoshta ka qenë pezull. Rrota e fatit tregon se situatat familjare po ndryshojnë natyrshëm dhe disa gjëra nuk mund të kontrollohen më si më parë. Mund të ketë kthes të papritur ose ndryshim në raportet mes njerëzve. Pra ka disa ndryshime që janë në mënyrë të papritur, që vinë papritur dhe papandehur. Me kartën njeriu i varur shfaqet ndjesia e pezullimit emocional. Dikush mund të ndihet i bllokuar. Mund të jeni ju një person në familjen tuaj që mund të jetë partner, partnere ose antar familje. Pra, duket sikur ka një ndjesi lodhjeje ose pritje të një vendimi. Ka energji sakrifice ose një energji të heshtur. Ndërsa 6 kupa tregon lidhje me të kaluarën, mund të rikthehen kujtime, tema të vjetra familjare ose persona me të cilët ekziston ende një lidhje. Në familje duket sikur një situatë e mbajtur pezull prej kohësh po hyn gradualisht në një fazë ndryshimi dhe përballjeje me emocione të së kaluarës. Kartat këshillojnë të mos jetoni vetëm me nostalgjinë e asaj që ka qenë dikur. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi temperanca, mbretëresha e kupave, budallai, hierofanti. Dashuria këtë javë ka energji shumë të qetë. Temperanca tregon shërim, balancë dhe përpjekje për të gjetur harmoni në ndjenja. Nëse ka pasur tension ose lodhje emocionale, situata duket sikur po qetësohet gradualisht. Mbretëresha e kupave tregon ndjenja të forta, intuitë dhe dashuri të sinqertë. Dikush këtu mund të jeni ju ose personi në jetën tuaj ose personi në mendjen tuaj. Dikush këtu ndjen shumë më tepër se sa shpreh. Ka energji kujdesi, ndjeshmërie dhe lidhje reale. Me kartën e budallait shfaqet mundësia për fillim të ri, sikur merret një rrezik përsipër ose hidhet një hap besimi.
për ta parë dashurinë ndryshe. Dikush mund të hapet emocionalisht, mund të jeni ju ose personi juaj, pra dikush merr iniciativë ose vendos të mos jetoj më me frikën e së kaluarës. Në fund, Hierofanti e bën energjinë më serioze, sepse kjo nuk duket si lidhje sipërfaqësore, përkundrazi, ka potencial për stabilitet, për kushtim dhe ndërtim të diçkaje më të qëndrueshme. Dashuria duket se hyn në një energji më të qetë dhe më serioze, ku ndjenjat e sinqerta kërkojnë stabilitet, besim dhe fillim më të pastër emocional. Kartat këshillojnë të mos keni frikë nga lidhjet që sjellin qetësi, sepse jo çdo dashuri e fortë duhet të jetë dramatike për të qenë reale. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 shpatat, 2 shpatat, 8 shpatat, faqja e kupave. Në punë duket sikur jeni të lodhur nga ana psikologjike. 4 shpatat tregon nevojë për pushim dhe distancim nga presioni. Mund të ndiheni të konsumuar nga rutina ose nga mendimet e tepërta për situatën profesionale. 2 shpata tregon hezitim dhe vështirësi për të marrë një vendim. Mund të jeni midis dy zgjedhjeve ose të evitoni një situatë që kërkon përballje. Me kartën 8 shpatat shfaqet ndjesia e bllokimit, pra duket sikur ka një burg psikologjik. Mund të mendoni se nuk keni dalje ose se situata ju kufizon, por kartat tregojnë se një pjesë e këtij bllokimi vjen edhe nga frika ose mbi ngarkesa psikologjike. Faqja e kupave sjell në fund një energji më të butë, që mund të jetë ide kreative, komunikim më i ngrohtë ose një mundësi që ju prek nga ana emocionale dhe ju rikthen pak shpresë. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime profesionale kur jeni emocionalisht të lodhur. Fillimisht duhet të kthjelloni mendimet, pastaj zgjidhni drejtimin. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi dhimbje. Kjo dhimbje mund të lidhet me zhgënjim të heshtur, pritje të zgjatur dhe mendime që nuk ju japin qetësi. Duket sikur ekziston lodhje shpirtërore nga një situatë që nuk po ecën siç pritej ose siç e prisnit apo siç e dëshironit ju, ndërsa nga jashtë mbahet ende kontroll dhe heshtje. Por kartat tregojnë gjithashtu se shërimi ka filluar. Për shembull, në sferën e dashurisë dhe në sferën personale ka energji shumë të butë dhe më shpresëdhënëse. Më shpresëdhënëse se sa dhimbja që ju po e lini pas tashmë. Paçim.